أليف باتاتا جيبها خدل ذا روزا سين شين صوم نور دعظة أين خيفة قف كفلا ميم نون هوا أليف باتاتا جيبها خدل. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, mirë se po takohemi. Ashtu siç e kemi paralajmëruar edhe në emisionin e kaluar, sot do të flasim në lidhje me shkronjat hënore. Përmendëm se alfabeti i gjuhës arabe ka 28 shkronja, që kemi përmend prej fillimit, dhe ka një ndarje të tillë. Gjysma e alfabetit janë shkronja diellore, që në emisionin e kaluar i përmenëm, dhe gjysma tjetër janë shkronja hënore. Prandaj po i bjen 14 shkronja janë shkronja diellore dhe në mbesin 14 të tjera të cilat janë shkronja diellore. Më kuptoni? Karakteristik, tek shkronjat diellore është se elifi nuk lexohet, e as lami nuk lexohet dhe shkronja pas lamit ka të shtid. Pikërisht, ajo shkronjë e cila ka të shtid, ajo shkronjë diellore. Por ndodh, e përmendëm, ndodh që nëse leximi fillon nga ato, mundemi faktikisht elifin ta vokalizojmë me fetha. Dhe për shembull ash-shamsu. Ose të ngjashme me to. Çfarë bën? Ndodh që elifi ndonjëherë e lun rolin e një fjale të plot. E lun rolin e një fjale të plot. Nuk po flasim në aspektin e të kuptuarit, por në aspektin e të lexuarit. Dëgjoni, karakteristikat e shkronjave diellore. Shohim në vazhdim karakteristikat e shkronjave hënore. Ku me e dallu a shkronjë diellore apo është shkronjë hënore? Huruful qamariyeti. Shkronjat hënore. Ku e gjejmë shkronjën hënore? Dëgjoni. Këtu kemi një fjalë, mund me thujt fjala e parë, dhe këtu kemi një fjalë, mund me thujt fjala e dytë. Ku e gjejmë shkronjën hënore? Dëgjoni. Me rastin e lidhjes së dy fjalëve, shkronjën hënore e gjejmë në fjalën e dytë me njëherë pas lamit i cili është lexuar për shkak të sukunit. Më kuptoni? Shkronjën diellore e gjejshmi në fjalën e dytë. Shkronjën hënore e gjejmë sërish në fjalën e dytë. Ajo çfarë bën të dallohet shkronjën diellore dhe shkronjën hënore është se lami të shkronja diellore nuk lexohej dhe shkronja pas lamit marke të shtid. Ndërsa tek shkronjat diellore, tek shkronjat hënore, lami lexohet për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vije me njëherë pas lamit me sukun, ajo është shkronjë diellore. Kjo shkronjë detyrimisht nuk pranon të shtid. Tek shkronja diellore detyrimisht duhet të kishte të shtid, ndërsa tek shkronja diellore është e hënore është e kundërta. Shohim cilat janë shkronjat hënore. Përmendëm se elifi ka mundësi me lujt rolin e një fjale dhe ne po vokalizojmë el-erdh. Cila shkronjë vije pas lamit me sukun? Vije elifi. Prandaj shkronja e parë është
shkronjë diellore, në këtë rast është elifi. Më pastaj, shkronjë tjetër hënore në realitet është shkronja B. Yakadul barqu. Yakadul barqu. Shishani ulës, fjala e parë lidhet me fjalën e dytë. Shkronjën diellore ku e gjejshim në fjalën e dytë, ku lexohej lami për shkak të sukunit. Shkronja që vinte pas saj është shkronjë hënore. Me këtë rast është shkronja B. Vazhdojmë tutje. Shkronjë tjetër hënore kemi shkronjën G. Gjim. El Jannatu. Ashtu si e përmenëm disa herë, elifin e vokalizojmë me fetha dhe lami lexohet për shkak të sukunit. Shkronja tjetër që vjen pas lamit në këtë rast cila është? Është shkronja G, e cila është shkronjë hënore. Tjetër shkronjë kemi shkronjën H. Haun. Po e zëm? El-hamdu. El-hamdu. A është lexuar lami? Po, është lexuar për shkak të sukunit. Dhe shkronja e cila vjen pas lamit të lexuar është shkronja H. Më pastaj kemi shkronjën H. Shkronja H. Po e zëm, në Kur'an mund ta gjeni disa herë humul, kho, si, run. Fjala e parë dhe fjala e dytë është lidh, këtu është lexuar lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vjen pas lamit është shkronjë hënore. Me këtë rast është shkronja H. Vazhdojmë tutje. Kemi shkronjën Ain. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Është lexuar lami dhe shkronja e cila vjen pas lamit me sukun është Aini. Shkronjë tjetër hënore kemi shkronjën Ghain. Për shembull, bil ghaibi. Bil ghaibi. Shkronja e cila vjen pas lamit me sukun është shkronja Ghain. Më pastaj kemi shkronjën F. Faun. Wal fur qa. Ose wal furqana ose wal furqani. Shkronja e cila vjen pas lamit që ka sukun është shkronja F. Shkronje tjetër kemi shkronjën Qaf. Dhe se e përmendëm kur e fillum huruful qamariyah për me përmend, ndërsa tash po marrim shembullin tjetër. Laylatul Qadri. Laylatul Qadr. Fjala e parë, ndërsa shkronjën hënore e gjejmë në fjalën e dytë. Menjëherë aty ku është lexu lami për shkak të sukunit. Edhe kafi i lehtë është shkronjë hënore gjithashtu. Alif lam mim zalikal kitabu.
Dhalikel kitabu. Kemi lidh fjalën e parë me fjalën e dytë. Në fjalën e dytë është lexu lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vije pas lamit që lexohet është shkronja kaf e lehtë. Vazhdojmë tutje po me shkronjat hënore. Shkronjë tjetër hënore është mimi. Për shembull, humul muflihun. Humul muflihun. Është lidh fjala e parë me fjalën e dytë. Fjalën e dytë është lexuar lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vije më njëherë pas lamit është shkronja mim. Shkronjë tjetër hënore është wawi. Për shembull, bil walidayni. Bil walidayni. Është lexu lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vije pas lamit që është lexu për shkak të sukunit është shkronja waw. Më pasaj kemi shkronjën h. Për shembull, bil huda. Bil huda. Kur kemi lidh dy fjalë, është lexu lami për shkak të sukunit, sikurse në gjitha rastet tek shkronjat hënore. Dhe shkronja e cila vije pas lamit është shkronja h. Dhe e fundit fare prej shkronjave hënore është shkronja j. Për shembull, bil yawmi. Bil yawmi. Bi, sikur se u me këtë rast, sikur se elifi në disa raste, mund me qenë faktisht vetëm ose me lutë rolin e një fjale të vetë, me fjallës së parë. Dhe kur I lidhem, bil yawmi. Shkronja j vjen pas lamit I cili është lexu. Kemi të qartë në lidhje me shkronjat hënore? Ka diçka të paqartë? Në rregull. Po e dhojmë një rezume, po para se me përfundoj kemi edhe një pikë tjetër shumë të rëndësishme, që ka të bëj pikërisht me shkronjat diellore edhe shkronjat hënore. Kur I lidhim ato, faktisht, në disa raste, fjala e parë mundet me përfundu me vokal të gjatë. Fjala e parë mundet me përfundu me vokal të gjatë. Dhe lidhja bëhet në këtë formë. Po e zëm, ma, el, a, ka, be, te. Be, te. Në këto raste, dëgjani mirë, vokalin e gjatë a, apo I, apo u e shkurtojmë për arsye se sukuni në këtë rast, po tek shkronjat diellore të shtidi kërkon lidhje, kërkon të lidhet dhe ja humb vokalin e gjatë, qoft a, qoft I, qoft u. Në të shkruar është prezent vokali gjatë, po kur e lexojmë shkurt. Se e kishmi lexu këtë fjalë, e kishmi lexu si të ishte e shkruar kësaj. Mel a ka be te. Kuptoni? Ma el aqabete. E lexojmë mel aqabete. Pse? Për arsye se sukuni në këtë rast kërkon lidhje. Ose shembulli, kur fjala e parë përfundon me zanoren e gjatë I. Këtë po, kur përfundon me zanoren e gjatë A. Po e zëm shprehja fi. Dërsa fjala pasaj kërkon të lidhet. Fil er b. Fi l erdi nuk lexohet.
i humbët gjatësia në shqiptim fjalës së parë për arsye se fjala e dytë fillon me sukun dhe kërkon lidhje. Kërkon të lidhet me kan. Me fjalën pas saj, jo, me fjalën para saj. Prandaj e lexojmë sikurse të ishte e shkruar në këtë formë. Fil ardh. Çfarë do të thënë? Vokalin e gjatë i e kthejmë në gjendjen fillestare. Qysh ka qenë pa u bë vokal i gjatë i. Domethënë e kthejmë në gjendjen fillestare, domethënë qysh ka qenë e shkurt, fil ardh. Ose rasti i tretë, shohim kur shkronja e fundit të fjalës së parë mbaron me vokalin e gjatë u. Për shembull, wattaqu ose ittaqu. Hajde shkojmë me ittaqu. Ittaqu. Po pasojna fjala anna ara. Ittaqu an-nar nuk ban. Çfarë veprojmë? E humbim vokalin e gjatë u në të shqiptuar, vokalin e gjatë u të fjalës parë dhe e lidhim me fjalën e dytë. Dhe e lexojmë si të ishte e shkruar, sikur të ishte e shkruar ittaqu. Ittaqunna ara. Jemi të qartë? Kësi soi shkruhen, ndërsa kështu lexohen. Nuk është ndonjë problem. Nuk është një diçka që nuk mundi me majt men. A jemi të qartë? Pra, shkruhen gjatë, ndërsa lexohen shkurt. Në të shkruar janë gjatë, në të lexuar janë shkurt. Para se të përfundojmë krejt e fundit fare, tek shkronjat diellore, elifi apo lami, më mirë themi, nuk lexohej dhe shkronja diellore ishte më njëherë ngjit me lamin dhe kishte shtid apo, ndërsa tek shkronjat hënore lami lexohej për shkak të sukunit dhe shkronja që vinte pas lamit që lexohej ishte shkronjë hënore. Në disa raste fjala e parë përfundonte me vokalin e gjatë, qoftë a, qoftë i, qoftë u. Dhe kur i lexojmë në të lexuar, ja humbim vokalin e gjatë. Pa marrë parasysh, është a, është i, është u. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alif ba ta tha jim ha ha dal